Kryetari i Aleancës Kosova e Re, AKR, Begjet Pacolli ka vizituar ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili po mbahet në paraburgim në Hagë. Pacolli, përmes një deklarate për mediat, ka shprehur mbështetjen e tij për Thaçin dhe ka theksuar se procesi ndaj tij është i pakuptimit dhe bie ndesh me normat juridike dhe humane. Ai u shpreh optimist se ky proces do të marrë fund sa më shpejt. Dje vizitova presidentin Hashim Thaçi në Hagë. Shpresojmë që ky proces i pakuptim, i cili bie ndesh me normat juridike dhe humane, të marrë fund sa më shpejt, ka deklaruar ndër të tjera Pacolli. Vizita e tij vjen në një kohë kur Thaçi dhe bashkëluftëtarët e tij po përballen me procese gjyqësore në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, të cilat kanë ngjallur reagime të ndryshme në opinionin publik. Ndërkohë, ish presidenti i Kosovës ka shndruar të njëjtën në Prishtinë për të vizituar baban e tij, i cili është shtruar në klinikën interne të qendrës klinike universitare të Kosovës. Kjo ishte hera e parë që Thaçi kthehej në Kosovë, që nga koha kur ndodhet në paraburgim, dhe vizita e tij u përcoll me vëmendje të madhe nga mediat dhe qytetarët. Rikthimi i përkohshëm i Thaçit në Kosovë ka nxitur reagime të shumta, ndërsa mbështetësit e tij kanë theksuar rëndësinë e një procesi të drejtë dhe transparent ndaj tij dhe ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët ndodhen në Hagë.